Zhvillimet e fundit politike në intervistën e ditës do t'i diskutojmë me zotin Visar Ganiu, përfaqësuesi i koalicionit Vlen dhe kryetari komunës së Çajirit. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alsat. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zoti Ganiu, pas përjashtimit ose vetë përjashtimit, siç e quani ju të zotit Taravari nga koalicioni Vlen, ka pasur ndonjë komunikim, qoftë me zotin Taravari ose me eksponentët tjerë të Aleancës për shqiptarët, ka ndonjë shtek bashkëpunimi ose tashmë i ndatë rrugët përfundimisht? Po mes liderëve, sa e di unë dhe sa kam informata, nuk ka pas ndonjë komunikim zyrtar edhe ne s'kemi pasur. Do të thotë që thotë populli ta këtu ka shtu lajmëron për shkak se ne kemi shoqëri, do thotë edhe atje, dhe nga informatat që i kemi nga struktura, nga njerëz që janë gjatë kohën ato struktura dhe njerëz cilët janë kalitur dhe janë themeluar në Aleancën për shqiptarët ose kanë krijuar një ideologji, dhe me thonë kundër BDI si oponent, janë shumë të zhgënjur për shkak se do thotë ne nuk po mund as ta imagjinojmë, as ta në atë aspektin në mënyrë racionale dhe ta shpjegojmë se çka po ndodh me zotin Taravarin edhe me partinë Aleancën për shqiptar, për pjesën cilën e udhëheq zotri Taravari, për arsye se thashë edhe një herë nuk ka jo më larg se një vit ai u largu nga ai koalicion me BDI-n. E dini me cilin narrativ dhe cilët ishin arsyet, do thotë pse u largua dhe pas një vit jo të plot, do më thonë, të merë rrugën dhe të merë, do thotë, rreshtimin apo të bën, do thotë, koalicion me një parti e cila ju e dini që jo vetëm ne, jo vetëm kampusi politik, po një parti e cila vazhdimisht ne si Vlen që promovojshim se është një parti e zhitur në korrupsion, një parti ku me të vërtet do thotë funksionarët e tyre sot po bredhin gjyqjeve, burgjeve për gjithë atë që ka ndodhur në të kaluarën, dhe një parti e cila ishte non grata për palët ndërkombëtare ose për ndërkombëtarët që këtu menaxhojnë dhe mbikëqyrjen e shtetin tonë. Domethënë ai po e përgjell, do thotë, një rrugë për ta kthy gjithë atë elektorat dhe mendoj dhe strukturën e tij, e cila thashë edhe një herë nuk korrespondon as pak me atë çka ka bërë. Unë po ju pyes sa ka komunikim, sepse edhe pas vendimit të zotit Taravari për të garuar në zgjedhjet lokale me lista të veçanta këshilltarësh, por edhe takimit urgjent që patën krerët e Vlenit, zoti Taravari thotë se akoma ka mundësi bashkëpunimi për krerët, për kandidatët për kryetar komunash. Ka mundësi për një bashkëpunim të tillë, madje edhe për kandidatë të përbashkët në ndonjë komunë? Semra, ne me të vërtet kemi pasur, do të thotë nëse kthehemi në mënyrë kronologjike për ndoshta edhe hapësira kohore nuk na lejon për të elaboruar të gjitha takimet, detajet prej kur. Domethënë, këtë ide ka ndoshta një muaj e gjys, 2 që e ka shfaqë zotri Taravari, do thotë në trupin koordinues që e kemi në Vlen. Dhe ne aty kemi pas debat rreth kësaj dhe me argumente kemi bindur edhe zotrin Taravarin që kjo nuk është në të mirën e Vlenit, për shkak se kjo i prind përçarjes Vlenit, dhe kemi tregu, domethënë, sistemi jonë se si, domethënë, atër prej partive të mëdha që ose bëhemi më tepër lista na nxjerr te partitë e vogla dhe humbim në atë drejtim, por edhe praktikisht kemi tregu se ashtu nuk mund të funksionojmë, për shkak se nëse i kemi 4 lista, do zgjedhje lokale i kemi 4 shtabe plus kandidatin i cili ka mund kandidu 5, atë nuk do të dominojnë simbolët e çdo parti se jo e Vlenit, edhe kjo është, do thotë, tamam tipike atë që e kërkonte BDI-ja, ta përçon Vlenin. Edhe ashtu që ne kemi konsumu këtë temë, edhe mendoj... Pra thoni që është shumë vendimi prerë që pa listat përbashkëta s'ka as bashkëpunim për kandidat përbashkët. Edhe atë kemi definu, domethënë, edhe zoti Taravari na i ka konfirmuar se prej asaj pike janë tërheq. Do thotë, dhe ne kemi biseduar pastaj mbledhjet e radhës kemi biseduar për kandidat, faktisht jo për kandidat, por për komunat në iniciativë ose kërkesë të aleancës që kanë kërkuar para kohë të dinë se cila është oferta për komunat cilët ata mund t'i marrin. Domethënë ajo ka qenë e prerë që me lista të ndara ne nuk shkojmë. Dhe ne për habitëm atë natë, kur pas asaj mbledhjes vendimtare, ku ne 90% i kishim dakordue
kërkesat me atë, domethënë ne që ofrojshim dhe ata çdo herë e prezentojshin si grup negociues, ne nuk jemi grup negociues, se ne deri në atë moment kemi qenë këtë vlen. Dhe ne kemi pas debata brenda për brenda, kemi pas bashkë bisedime dhe ne për një moment atë presin e famshëm kur dolëm, domethënë nga ajo mbledhje që do të shkojnë me listat veçanta, që nuk pranojnë ultimatume, na asnjë moment nuk kemi dhënë ultimatume, për shkak se ka qenë tek trupi koordinues ka qenë një do të thotë pikpyetje e madhe, cilën ne do të thotë e patëm dëgju, pastaj e konfirmoi edhe zotëri Taravari edhe në televizion që ka një bashkëpunim dhe komunikon me zotrin Ali Ahmetin, e kërkum që do të thotë si mund të bashkëpunoje, nuk do të thonë na drejtim duhet me qenë i prerë për shkak se vlenin nuk bashkëpunon, do të thotë me. Pra thoni, nuk është çështja vetëm te listat e përbashkëta dhe sondazhet ose anketat e kandidatëve, nuk është vetëm çështja këtu? Tendenca ime ishte për shkak se e përdorin mjaft fjalën do të thotë ultimatum, që s'është e vërtetë, për shkak se ne kemi dëshmi, domethënë, në ato mbledhje që kemi qenë. Zoti Taravari thotë se edhe çështja është e sondazhet, që nuk keni pranuar që kandidatët të shkojnë të anketohen përpara se të vendoset cili kandidat. Nuk është e vërtetë për shkak se sondazhet, deshëm apo s'deshëm, ne në kontinuitet kemi. Edhe shumë mirë i din, edhe zoti Taravari sondazhet, edhe liderët tanë, edhe po nuk deshëm ne të bëjmë sondazhe, bëjnë parti tjera, bëjnë domethënë institucione tjera, dhe ne vazhdimisht jemi domethënë njohur me aspektin e sondazheve. Kjo që nuk është as pak arsye, mirë për momentin kur ai kërkonte, për shkak se u ban me mujë që ne prishim një vendim, edhe prishim spaku ai del prononcohet që në të ardhmen nuk do të bashkëpunon me zotrin Ali Ahmetin dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, ai atë nuk e bënte, po mes deputetëve që ishin në grupin punues, domethënë edhe tek trupi koordinues i Vlenit, ata njerë thot për të prononcuar se a do të bashkëpunojmë ajo me zotrin Ali Ahmeti, e kërkojmë ofertën për juve. Tash ishim shumë kontradiktor dhe me thonë në atë që e bonin, plus thotë bisedimet çdo herë kishte vullnet mirë, arritshim dhe me thonë duke bërë lëshime, duke ju dhanë pozicionet që i kërkonin, duke i dhanë edhe përqindjen që i kërkonin, por çka ndodhte kur arritshim dhe me thonë për një 10 ose 5% që duheshte të dakordohet dhe ata të bisedojnë ose të bashkëbisedojnë në partit, nesrit nuk vinte i njëjti grup. Do me thonë punues, e ndrojshin grupin punues dhe fillojshin bisedimet prej zero, kështu që e pam që nuk... Cilat komuna ishin më kontestuese, cilat ishin më ushqeri mes... Ata kanë kërku 5 komuna, do me thonë 4 ishin vetëm të koordinuara, një ishte tash nuk duan për ta ceki, por dhe thot ajo ishte një që ishte diskutabile dhe e lam që ata të bisedojnë me kryesinë e ngushtë, për shkak se të deleguarit që ishin për bashkëbisedime aty, thanë që ne nuk mund ta prejmë këtë ose ta vendosim. Ne pritëm që do thotë ditën e diel, do thotë se ajo ishte ditë e shtunë e fundit që e patëm dhe u dakordum për kreditën e diel, ne patëm kontakt një herë takim, një orë para liderëve, edhe aty do të thonë prap undru grupi punues dhe erdhën me oferta komplet treja, me sondazhe, me atë. Pastaj pas neve kishin edhe liderët, do të thotë një takim, mendoj që e zbutën situatën në atë kontekst që prap ta vendosë dhe me thonë kuvendi i tyre, se cila është diskutabile ajo komunë, dhe të shkohet bashkarisht. Dhe nga ajo datë, për shkak se ne nga ajo ditë ne dolëm edhe me djume që ishte realiteti ajo, për shkak se Aleanca na thanë që vendim të prerë do të keni, do me thonë ditën e dielën, mos gabofsha unë, pas kuvendit. Edhe ata dolën pastaj paraqitën sikur ultimatum atë, do me thonë që kemi bërë, që si ishte ultimatum, ku një ditë përpara ishim krejt së bashku dhe kishim takim të përbashkët. Tani kjo përçarje që ndodhi pikërisht para zgjedhjeve, mendoni që do të ndikojë në rezultatin zgjedhor dhe në cilat komuna më së shumti? Unë mendoj që Vleni është i prerë, dhe themelimi apo postulatat e themelimit janë do thotë shumë të qarta para popullatës, dhe shpesh më pyesin njerëzit a do ndikon kjo tradhtia, do thotë e zotrit Taravari që tash po largohet nga ju me pretekstin se do të jetë do të garoje vetme do thotë në zgjedhjet lokale, që s'është e vërtet, për shkak se ai di shumë mirë sondazhet, edhe gjithas që vetë nuk mund të garon dhe s'mund ta merr asnjë komunë.
As Gostivarin dhe Vrapçishtin? Asnjë, ju betohen kështu. Ajo do të thotë është ndarë për të gjetë një arsye për ta shfrytzuar këtë hapësirën pak kohore dhe pastaj për të krijuar hapësirë dhe të bashkangjitet Bashkimit Demokratik për Integrim. Por prapë them që do të thotë ai nuk duhet për këtë tradhti i përgjigjet Vlenit, po unë them se ai duhet i përgjigjet popullatës edhe atyre 107.000 vota të cilët na votuan. Vlen, a do të ketë kandidat në Gostivar? Urdhani? Vlen, a do të ketë kandidat për kryetar në Gostivar? Sigurisht do ketë, sigurisht do ketë. Do të keni kandidat në të gjitha komunat me shumicë shqiptare, do të garoni? Në të gjitha komunat me shumicë shqiptare do kemi, por këtu duhet ta apostrofoj dhe ta ceki se në shumë komuna, do kemi edhe kandidat mbi partijak, nga sektori civil dhe nga organizatat të ndryshme, edhe ajo do jetë një risi dhe do jetë një mundësi e mirë, një ofertë e mirë për qytetarët, për shkak se fundja fundit, do të thonë, duhet në këtë zgjedhje lokale të ketë kujdes dhe të votohet shumë edhe personaliteti i cili garon. Pak a shumë i keni konkretizuar, them, këto ndarje në bazë të partive që jeni në kuadër të Vlenit, ju do të kandidoni edhe për një mandat në Çajir, apo jo? Unë do të kandidohem nëse Vleni e vendos që të kandidohem. Dhe për çdo komunë do të thotë duhet një herë vulat merret kuptohet nga Vleni, pastaj normal që të zyrtarizohet edhe kandidatura. Kanë folur edhe liderët hapur për komunat, për shembull Tetova dhe Gjelina, se prapë do të u takojnë kandidatëve të Besës. Lëvizja Demokratike në cilën komunë tjetër do të ketë kandidat përveç ja në Çajir? Për shembull në Saraj, a do të ketë? Unë them që Vleni do ketë kandidat edhe në Çajir dhe në Saraj. Në rregull, po. Këto ditë u përfol gjithashtu edhe për mundësinë e formimit të partisë Vlen, pra gjitha partitë që e përbëjnë koalicionin të fuzionohen dhe të krijohet kjo parti. Ka diçka konkrete, kur do të ndodhë dhe keni folur se kur do të jetë kryetari i partisë? Ne deri tash i kemi harmonizuar ato qëndrimet dhe kemi pru vendime që ne shkojmë në koalicion të përbashkët, me listat përbashkët, me kandidat përbashkët dhe shumë shpejt do fillojë, domethënë edhe formimi i shtabeve në për gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe shtabet do të jenë të përbashkët. Kjo do të jetë një hap që në tarmën dal nga dale, domethënë gjitha partitë shkrihen në Vlen. Ashtu. Po për grupin parlamentar të Vlenit, do të veproj bashk apo do të ndahen deputetët e ASH-s? Unë jam i bindur se do të ndahen për shkak se deputetët e Vlenit, domethënë, nuk mund të bashkëpunojnë me deputet cilët ata mendojnë edhe mundohen, do të thotë nuk e fshehin që kanë bashkëpunim me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe ja hapin derën që në atë formë dhe me një kam tjetë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri. Për neve është kjo jo e tolerueshme dhe një gjë të tillë nuk do ta lejojmë. Zoti Kasami dje tha se do të kërkoni nga kryeministri të rishqyrtojë marrëveshjen e koalicionit, thënë shkurt ta nxjerr ASH-n nga qeveria, por sa është kjo e mundur? Zoti Taravari tha se ka raporte të shkëlqyera me zotin Mickovski. Unë vetëm një e di që do me thonë dëm të madh kësaj qeverie i bën zotri Taravari. Nuk e di çfarë raporte ka me zotrin Mickovski, por dëm të madh i bën kësaj qeverie. Pse e them këtë? Për shkak se narrativi jon ka qenë që ta luftojmë. Do me thonë gjithë ato dukurit destruktive që u paraqiten tek partia Bashkimit Demokratik për Integrim, që 22 vite udhëheqin në shtetin ton, dhe këto vota, cilat 107.000 që thash që duhet t'i kërkon falje, zotit Taravari, duhet ta kupton edhe një, se nuk janë të këtyre 4 partive dhe të vetëvendosjes si subjekte na 5-ve, por ka edhe një kontingent i votave shumë i madh që ishin të papërcaktuar dhe shifshin si një dritë, do me thonë fund tunelit për të rrëzu BDI-n për shkak se e donin rotacionin madh politik që e priste popullata. Kështu që them edhe një herë, bën damin e madh zotit Taravari, do me thonë kësaj qeverie, për shkak se ai nëse insiston edhe mendon duke lavdruar zotrin Mickovskin që të jetë në qeveri, nga ana tjetër të bashkëpunon, do me thonë, me këtë qeveri, nga ana tjetër të bashkëpunon edhe me opozitën, me oponentët kryesor, me zotri Ali Ahmetin, ajo nuk kupton se në të ardhmen mund ta kemi edhe Ali Ahmetin në qeveri, do me thonë, me një nënkam, që është e papranueshme për neve.
Në atë rast ju nuk do të qëndroni të besoj në atë. E papranueshme është për ne. Zoti Kasami gjithashtu djetha se ka individ, por edhe parti që janë të gatshëm nga opozita të bëhen pjesë e qeverisë. A bëhet fjalë për arshën e zotit Sela? Sigurisht se liderët kanë më shumë informata se ne, domethënë, dhe në atë drejtim nuk di deri ku qëndron puna, po jam i bindur që në të ardhmen do të ketë lëvizje dhe vleni dhe kjo qeveri e cila është e orientuar për ta luftuar, do thotë, korrupsionin e gjitha gjërat tjera destruktive, ka hapësirë për bashkëpunu. Sepse jemi në fund të minutave të intervistës, do doja shumë shkurt të ju pyes edhe për dy çështje lokale. Një nga premtimet më të mëdha për Çajirin ka qenë rindërtimi i bulevardit Svetan Dimov. Nuk e realizuat, a nuk duhet të ishit më këmbgulës të Daniela Arsovska në mënyrë që të realizohet ky premtim, sepse fundja qytetarëve nuk ju interesojnë inatet politike, por punët konkrete. Është e vërtet, por duhet të kuptuar për shkak se në aspektin legjislativ asnjë drejt nuk kemi që ne të ndërmarrim dhe të punojmë atje. Unë disa herë kam kërkuar edhe nëpërmjet mediumit juaj edhe tjera mediume nacionale që të mi bartë ingerencat, bëjnë një bashkëpunim, një memorandum bashkëpunimi me qytetin e Shkupit dhe ta marrë unë si kompetencë, ta ndërtojmë, do të thotë, bulevardin Svetan Dimov, pasi që ndërtohet, pas lëshimit teknik, t'ja kthejmë qytetit Shkupit në menaxhim. Për një gjë të tillë nuk është përgjigjur zonja Arsovska dhe ajo ka mbetë, domethënë, ashtu në ajër, për arsye se, them edhe një herë, ne nuk i kemi ingerencat dhe asnjë procedurë nuk mund ta fillojmë, domethënë, ajo është nën ambrellën apo nën ingerencat e qytetit Shkupit. Një nga problemet me të cilat ballafaqohet komuna e Çajirit është edhe mbipopullimi i shkollave. U paralajmërua ndërtimi i 2 shkollave të reja, por a është hedhur diçka në letër? Po është hedhur, domethënë ne kemi bë planet urbanistike, kanë kaluar dhe jemi para fazës për t'i dhënë lejet, dhe ajo do të jetë një ndihmëse e madhe, do të thotë në oborin e shkollës fillore Ardhmëria apo Idnina që është, do të thotë aty do të ndërtohen 2 shkolla fillore, njëra do të jetë për fëmijë me nevoja të veçanta, për dedikimin cila është edhe formuar shkolla Idnina, dhe do të thotë tjetra do të jetë shkollë fillore e re, e cila do të jetë dhe do t'i absorbon gjithë ato nxënës që vjen në ato lagjet e Çajirit të vjetër. Dhe në fund dua t'ju pyes edhe për parkingun që u premtuan në sheshin Skënderbe, ka ndonjë punim konkret? Po, do të thotë ne kemi edhe 2 parkingje tjera, të cilat i kemi nënshkruar lejet, janë marrë lejet dhe ato shumë shpejt, ato janë parkingje në kate, domethënë tek xhamia Isa Begu edhe tek qendra tregtare Mavro Çerçanka, kurse tek sheshi i Skënderbeut do të jetë parkingu nën toksor, i cili do të menaxhohet dhe shpallja publike për furnizimi për atë parking, për të përzgjedh operatorin do të bëhet nga ana e Ministrisë për Transport dhe Lidhje, por jemi në fazën finale për të dhënë lejen, për shkak se procedurat për dhënë lejen e jep Komuna Çajirit dhe aty kanë dalë disa metra katror të cilët kanë qenë diskutabile, ne i kemi korrigjuar, domethënë i kemi dorëzuar deri në katastër dhe mendoj që është çështje javësh ku do ta nënshkruajmë edhe lejen për parkingun tek sheshi i Skënderbeut. Zoti Ganiu, ju faleminderit për këtë intervistë. Ishte kënaqësi.